Ke prekulueshëm. Faleminderit. Do të më lejoni tani të nderuar miq, të vlerësojmë diçka që është shumë e madhe për Valbonën. Përveç këngëve të bukura tiranase, një bukuri e rrallë është edhe orkestracioni i tyre. Dhe unë sonte përpara jush, dua të falenderoj një talent, mund të themi, një djalë të ri i cili ka mbaruar për kompozicion me nota të shkëlqyera, që sonte është edhe drejtor artistik i këtij koncerti, i cili ka një studio shumë moderne dhe që e prek këngën e Tiranës aty në tela, pa e prishur, jo vetëm që nuk e prish, por jep hapësira të reja dhe bie në kohën tonë dhe ndjehet kaq bukur sa që këndon Valbona. Dhe ju lutem të dorëtrokasim për drejtorin artistik, kompozitorin Edi Balili. Përshëndetje, Edi. Zonja dhe zotni, po kthehemi prap në gjuhën tonë. Tirana masa vakti ka pas vipat e vetë, ka pas vipa tregtar, ka pas vipa sportist, artist, qërës ka pas Tirana. Po ka pas përveç vipave, po, ka pas e në disa tipa, që kanë qenë shumë interesant. Ata i kemi pas hasnë në rrugë, në stadium, i kena pas hasnë për dasma, dhe kanë qenë shumë të lezeshëm. Dhe unë do të veçoja sot njoni për ty në atë motë mollin, që u ka pas qujtë Seferdaja. A? Që i bote Seferi ato vardjet artistit popullis në Sallaku, do të quajmë se o Seferi. Po që bone mërë Sefer? Hajde. Po ku je mërë Sefer? S'kina pa hiq? Je këtu, kalabaliku mal, siluk ne, kalabaliku mal. S'ke faj mërë Sefer se o që zmadhu Tirana o të bashku me Durrësin. O të plas Tirana shkret. Jënë borët si miza dheu, jënë bufat me katunar, ta mos si honi këtë diga beon. E pa s'ke që i po, e pra ne o po rëmuj, e? Pra ne ju po rëmuj, mush me gropa e kanale. Baje dhe kacolle e shpia, ka 20 vetë dhe i si bi hale. Bukur se. Pa ule prajtë që kurrizin, Seferi ka pasu në kurrizin. Falë. E në mos shkohen në Sefero, se aty jonë të bojë gjyqe. Gjyqe ka pas maca here. Kur i bëjshin leshin domë, se e hajshe koqen e plumit, bon me vjell një gjipon. E pse sot gja? Sot do ndryshe me të keqen daja. Bon që rdush, nuk ke siklet. Sa i hull shukun me pare, u ka dhin gjukat si brek. E për Sefer. Ika. E na, edhe një minutë Sefer. A për së sta u dave, qërë do bo? Po uli pra kurrizin? Po, falë. A pra se këshu ishte Seferi? Po. A fol në telefon të Sefero? Badaj, e në fol ka herë fol, po si ja. Jo, ja kom lafin notën a fol në telefon. Se jonë disa stacione, që bo me gjetat e gjitho që kërkojnë ato, mund të fitosh i tengjere, mund të fitosh lavatrice, mund të fitosh e në makina kom fitu. Aty në televizion, bukur. Bukur e fu zotia jote, na pas ke vuet e orë. Aty fitoj 7-8, i qimi e majnë me dorë. Qërme? Telefonin e? Telefoni. I ka miru pas. I ke pi kafe Seferi, e pi kafe Seferi. Telefonin e. Artisti popullit Skënder Sallaku. Të nderuar miq, kemi një tjetër të ftuar në koncertin e Valbonës, ose më mirë të themi Valbona ka ftuar dhe një tjetër kolegun e vetë. Ai ka një zë shumë melodios, është shumë simpatik, domethënë edhe në shikume, po edhe në të kënume. Sigurisht që këndon të një plani tjetër, po nuk heq dorë nga tabani kombëtar dhe ai se ndjehen ujrat. Unë do t'ju prezantoj tani, në emër të Valbonës, këngëtarin Ardian Trebicka.
fisarmonika ty do të këndoj. Nanaj, naj, 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 nanaj, naj, 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 nanaj, naj, 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 nanaj, naj, 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 dhe më bëm të gjaj, si ditë masaj, se për dashurina do bëhem cigan, do bëhem cigan, do të shtegotoj, me fisarmonika ty do të këndoj. Faleminderit, faleminderit.